Ekorimorkja. Kjo rimorkja ndryshe quhet si rimorkja ekologjike, ku na mëson që energjinë diellore ta shndrojmë në energji të lëvizjes, në energji elektrike dhe në energji termike. Po ashtu brenda vetes, kjo rimorkje përmban edhe pajisje të tjera që na mëson të kuptojmë se rol të veçantë për përfitimin e energjisë elektrike, na mëson edhe energjia e lëvizjes së ujit dhe asaj e erës. Ky trajnim 3 ditor është realizuar në shkollën fillore Gjelbert, Prishtinë, me ndihmën e ekspertëve të vegjël të shkollës, të cilët gjithsej ishin 7 nxënës nga klasat e 9-ta. Të gjitha ato njohuri që i kemi përfituar nga ky trajnim e kemi reflektuar te nxënësit e tjerë prej klasave të 3-ta deri në klasat e 9-ta. Sistemi solar ishull prodhon energji përmes diellit. Kjo pajisje është mjaft e thjeshtë për mbajtje një sistem solar ishull. Pse ishull? Sepse është i vogël, mirë po malli të kësaj pajisje mund të kryhen disa funksione, të ndezet një poç i vogël eficient, po ashtu edhe të mbushim lloje të ndryshme të baterive të telefoneve. Përmban 2 panele të vogla. Ishulli po ashtu përmban një rregullues të tensionit ku energjia diellore akumulohet brenda kësaj pajisje, e cila përmban një akumulues apo bateri. Është karakteristike të kjo pajisje se energjia e fituar gjatë ditës mund ta përdorim në mbrëmje për ndezjen e këtij poçi elektrik apo edhe mbushjen e telefonave celular. Turbinat e ujit hidrocentralit. Kjo pajisje zakonisht përdoret te kampingjet e ndryshme që përmes energjisë diellore të ngrisin temperaturën e ujit brenda kësaj pajisje. Vetë natyra e rregullimit të kësaj pajisje shihet që përmban një rëmpjesë me ngjyrë të zezë dhe nga jeta e përditshme e dim që ngjyra e zezë e absorbon apo e merr nxehtësinë dhe kjo e bën të mundur që të nxehet uji brenda kësaj pajisje. Po ashtu mund të tregohet funksionimi i hidrocentraleve ku përmes lëvizjes së ujit në turbinë mund të përfitojmë energjinë elektrike duke vënë në funksion një fluturake. Sistemet të përqendrimit të rrezeve. Në lëndën e fizikës tregohet për thyrjen e dritës, pa ashtu tregohet se gjatë thyrjes së dritës në një sipërfaqe në formë të elipsës, sikur është dhe kjo pajisje rrezet të cilat bin pingull mbi këtë sipërfaqe, e cila është e përbërë prej fletave të aluminit, do të bashkohet me një pikë të caktuar e cila quhet fokus. Pra, karakteristike e kësaj pajisje është që në pikën e bashkimit të thyrjes së rrezeve të diellit, e cila quhet fokus, vendosim në një enë me ngjyrë të zezë, e cila na ndihmon për absorbimin e energjisë diellore. Po ashtu këto pajisje gjejnë zbatim mjaft të madh edhe në pjesën e Afrikës, për arsye sepse e dim se atje temperaturat janë mjaft të larta dhe për shkak të kushteve të dobta financiare, vendasit e përdorin energjinë diellore për përgatimin e gatimeve të ndryshme. Po ashtu sikurse në pajisjen paraprake, edhe këtu tregohet për përqendrimin e rrezeve të diellit. Mirëpo esenca e kësaj pajisje është të vëdësohemi se në jetën e përditshme nuk i japim rëndësi të madhe mbeturinave se ku i hudhim. Mirëpo duhet kuptuar se kanaqet apo tjegullat e xhamit e kryejnë të njëjtin funksion sikurse këto pajisje të vendosura këtu. Me anë të këtyre pajisjeve tregohet se energjia diellore është mjaft e madhe dhe përqendrimi i rrezeve të diellit, nëse është me fokus, atëherë do të vijë edhe deri te katastrofat, djegjet e maleve apo fushave. Sistemet fotovoltaike. Këto sisteme janë mjaft të thjeshta, ku tregohet se përmes këtyre paneleve të vogla solare mund të arrijmë që të bëjmë funksionimin e disa pajisjeve të vogla, si për shembull, lëvizja një fluturake, funksionimin e një sirene, ndezjen e një dritë të vogël, funksionimin e një radio, lëvizja një makine të vogël solare dhe lëvizja një insekti të vogël solar.
Pompimi i ujit përmes energjisë së diellit. Kjo pajisje na tregon se përmes energjisë diellore mund ta rregullojmë edhe fontana të ndryshme nëpër vende të caktuara. Përmes këtij paneli solar në energjinë diellore e shpenzojmë për të bërë lëvizjen e ujit në një lartësi të caktuar. Karakteristike e kësaj pajisje është që është e lidhur drejt për drejt dhe gjithë ajo energji e cila mirret nga dielli shpenzohet në lëvizjen e ujit përmes kësaj fontane së vogël të vendosur në kovën e zezë. Prodhimi i energjisë elektrike përmes burimeve fizike. Bicikleta është pajisje e cila na tregon se sa energji trupore na nevojitet për të ndezur një poç elektrik. Mirëpo na tregon se eficienta e energjisë na ndihmon në jetën e përditshme që të kemi sa më pak shpenzime në krahasim me një poç elektrik, të cilin e përdorim nëpër shtëpitë tona. Kjo pajisje nuk është e njëjtë me pajisjet që përdoren sidomos nëpër fitneset e ndryshme, për arsye që kjo përmban një gjenerator brenda vetes. Po ashtu, edhe një shtek në të cilin është e vendosur kabloja, e cila na ndihmon që atë energji të gjeneruar ta transformojmë drejt në poça elektrik, ose në pajisjet e tjera që kemi të ndërlidhura në mes vete. Është pajisje e cila na ndihmon të vëdësohemi që për të prodhuar energji elektrike na nevojitet një energji fizike mjaft e madhe për të krijuar atë energji. Pajisja e vogël e bardhë që është e ndërlidhur me bicikletën na tregon që sa watt mund të krijojmë gjatë ngasjes së kësaj biciklete, po ashtu na tregon shumën e euro se sa para jemi duke kursyer. Kolektorët solar. Me anë të kësaj pajisje, ne mund të demonstrojmë se përmes energjisë diellore mund të ngrohet uji. Këtu shihet qartë se kjo pajisje e madhe është e përbërë prej një bidoni të madh, i cili përmban ngjyrën e kaltër dhe është i lidhur me një boler solar, ndërsa boleri solar është i lidhur me kolektor solar. Kolektorët solar na mundsojnë që përmes energjisë diellore të ngrohojmë uji i cili qarkullon nëpër kolektore. Është karakteristik që uji i nxehtë gjithmonë ngritet në pjesën e sipërme të enës, pra edhe këtu uji i nxehtë ngritet në pjesën e sipërme të këtij bojleri solar. Po ashtu, në të njëjtin funksion e kryen edhe pajisja e vogël që në vete përmban dhe 2 termometra, uji i cili ngritet lart tregohet me një temperaturë më të lartë të shprehur në 100 gradë Celsius, ndërsa termometri tjetër me një temperaturë më të ulët. Energjia e erës. Kjo pajisje na tregon se jo vetëm përmes diellit është e mundur të përfitojmë energjinë elektrike, mirëpo është e mundur që edhe përmes energjisë së erës të përfitohet energjia elektrike. Kjo pajisje është e preferuar që të vendoset në vendet ku erat janë të mëdha për shkak që se të kemi lëvizje të kësaj fluturake. Aq do të kemi mundësi të akumulojmë energji elektrike. Kur themi akumulojmë, duhet të kemi parasysh që krahas fluturakës që gjendet në pjesën e sipërme të rimorkjes, gjenden edhe disa pajisje brenda të cilat janë të lidhura me këtë fluturake. Është i vendosur një invertor i ashtu quajtur sinus adekuat për këtë pajisje dhe i lidhur me një akumulues e cila na ndihmon për të akumuluar energjinë e fituar nga kjo fluturake.